Në Komisionin Parlamentar për Evropën dhe Punët e Jashtme është diskutuar ecuria e negociatave për kapitujt 11, 12 dhe 13 që lidhen me bujqësinë, sigurinë ushqimore dhe peshkimin. Zëvendës ministri i bujqësisë Fatmir Guri, i cili është edhe përgjegjësi për kapitullin 11 dhe 13, tha se janë ndërmarrë një sër nismash që përafrohen me akizin evropian në mënyrë që deri në fund të vitit 2027 të kenë përfunduar. Dua të them në radhë të parë që kapitulli 11 është një kapitull shumë i rëndësishëm në sektorin bujqësor, por njëkohësisht edhe një kapitull më kompleks në aspektin institucional dhe administrativ. Ky kapitull nuk mbyllet vetëm përmes miratimit të akteve ligjore, ai kërkon ngritjen e sistemeve funksionale, kapaciteteve administrative të qëndrueshme, procedura kontrolli, menaxhimi financiar, auditimi, pra aftësi reale për administrimin e fondeve bujqësore sipas standardeve. Fokusi kryesor për kapitullin 11 lidhet me 3 piketat përmbyllëse të këtij kapitulli. Këto kanë të bëjnë me ngritjen e sistemit të integruar të administrimit dhe kontrollit, o quhetur ndryshe Ajax, me ngritjen dhe funksionalizimin e agjencisë pagesave sipas standardeve të BE-s dhe forcimin e sistemit të menaxhimit financiar, kontrollit dhe auditimit. Në këtë kuadër, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka përfunduar planin e zbatimit për kapitullin 11 dhe ka dorëzuar pranë Komisionit Evropian. Aktualisht neve jemi në pritje të komenteve dhe vlerësimit nga Komisioni Evropian rreth planit që kemi dërguar neve. Sigurisht duhet të jemi të ndërgjegjshëm, kjo është një punë e vazhdueshme, pra ata dërgojnë komentet tona, e tyre ne i plotësojmë, i ridërgojmë për ta arritur në një mundësi që deri në fund të vitit neve të kemi një plan të miratuar nga të dy palët. Ndërkaq, zëvendës ministri përgjegjës për kapitullin e sigurisë ushqimore, Arjan Jauplari, tha se procesi negociatave parashikon përafrimin e qindra akteve ligjore dhe nënligjore, pasi duhen reforma thelbësore. Përmbushja e këtyre kërkesave të kapitullit nuk është vetëm një detyrim në kuadrin e integrimit evropian, por është një reformë thelbësore për mbrojtjen e shëndetit publik, zhvillimin e sektorit agro-ushqimor dhe rritjen e eksporteve shqiptare drejt tregjeve të Bashkimit Evropian. Deri në vitin 2027 parashikohet parafrimi i rreth 400 akteve ligjore dhe nënligjore. Gjatë kësaj periudhe, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka ndërmarrë një sër reformash të rëndësishme strukturore dhe ligjore. Në fushën e veterinarisë është miratuar ligji numër 41/2025 për shëndetin e kafshëve i harmonizuar me rregulloren e BE-s. Është përfunduar harmonizimi i projekt ligjit për në produktet me origjinë shtazore, i cili kaloi dhe tashmë në seancën dhe është i konfirmuar dhe nga Bashkimi Evropian. Është forcuar sistemi kombëtar i identifikimit dhe gjurmëshmërisë së kafshëve, janë rritur kapacitetet veterinare për reagimin ndaj sëmundjeve infektive dhe emergjencave epidemiologjike. Janë ndërmarrë masa për përmirësimin e sistemit të mirëqenies së kafshëve sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Në fushën e sigurisë ushqimore, ka nisur procesi kombëtar i vlerësimit dhe i kategorizimit të stabilimenteve ushqimore. Po punohet për krijimin e programit kombëtar të përmirësimit të stabilimenteve ushqimore. Janë rritur kontrollet për gjatë gjithë zinxhirit ushqimor. Janë zhvilluar programe trajnimi me inspektorët dhe operatorët e biznesit. Është gati për miratim në këtë deri në fund të qershorit ligji për kontrollet zyrtare.